Janë 5 kërkesa. E para, dorëheqja e kryeministit Rama, e dyta ndryshimet kushtetuese, e treta pjesa e një qeverie, ngritja e një qeverie tranzitore 12 mujore, pastaj është konsulta me një grup intelektualësh, juristësh etj. Për të krijuar, do të thënë janë 5 kërkesa, unë i përmbledha në mënyrë përgjithshme. Tani, cili është mendimi juaj? Mendimi im është ky. E para fare që protesta është e mrekullueshme, por ka një kundërshtar shumë të fortë si Edi Rama. Ai vdes për këto protesta. Ai ka qejf këto protesta. Nga e diti? Ka i ratë do, si studentët, si të gjitha ata, kur bëjnë grevë protesta, ai bëhet më i fortë. Atëherë duket si është në vështirësi gjithë. Është në vështirësi, po jo aq në vështirësi, sepse tani protesta kanë kaluar 26 ditë. Nuk mund të rish të fshihesh më. Tani ne themi që roli i liderit çon revolucionin deri në fund. Ndikon pozitivisht për zhvillimin apo pengimin e saj. Protestat tash duhet të dalin organizatorët, që të na bindin me realitet kush janë. Nuk mund të vazhdohet më turma, me emrin e turmës. Tani duhet të dalin të identifikohen, që të fusin, po fusin një frymë të re, protest për interesa jashtë politikës, jashtë të vjetërve, jashtë Berishës dhe Ramës. Atëherë kush jeni më zotëri? Si do vazhdoj? Nuk mund të vazhdoj të fshehur, se duam individët që janë mbas protestës. Ja, doli Dritan Goxhaj. Doli Dritan Goxhaj, por një vetëm. Unë po them të jep ideja, tash do bësh qeveri teknike, si ke menduar? Kush do ta bëj? Se është kollaj thua qeveri teknike, kush do ta bëj? Jo, do të ketë proces politik. Se do mbindesh dhe mua pas. Jo, proces politik do të votojë në kuvend fundit fare. Po është mua që të vi unë të besoj, që të mund të qëndroj aty të besoj, po unë po qëndroj për kërkesat që të thash. Unë po rri atje vetëm për kërkesat e arsimit, edhe të tjerat. Se ekonomikët i kam zgjidhur, pensionin e kam shumë të lartë, shumë të mirë për Shqipërinë, jo i shkëlqyer, por shumë e mirë. E tjera. Atëherë ti dal ke kot në protestë pastaj? Jo, nuk dal kot. Nuk ka dal kot. Unë dal ndoshta edhe për plerat. Unë dalë ndoshta edhe për paketën e maleve, unë dalë edhe për korrupsionin, unë dalë edhe për arrogancën e kësaj qeverie, që ka kaluar çdo kufi, unë dalë edhe për Spakun, që po flë. Ishte vetëm një shpresë e shqiptarëve. Spaku po flet? Po goditje më të madhe Spaku e bëri përpara 10 ditësh o çfarë që grumbullon lek? Jo, që grumbullon lek. Po arrestuan 10 persona. Ne duhet, e di si e quajnë Spakun? Kur të arrestoj zëvendës kryetarin e Këshillit Ministar, ish Belinda Ballukun, që të jap shembullin këtë të tjerët, s'ka një rit pa prekshëm nga ligji. Stop korrupsionin. Të vi një brezëri që ka përgjegjshmëri, vizion, por që ka frikë ndaj shtetit. Po jo të vjedhësh miliarda, edhe vazhdosh në kalvarin e historisë së Penelopës, ndërto ditën, shkatron natën. Okej, do të diskutojmë për atë, po vim te protesta. Tani kemi Dritan Goxhaj që lexoj 5 pika, se do flasim edhe për Dritan Goxhaj, se ti je një mirë besoj. Pjesërisht mirë, po mirë e njoh. Tani e sulmoi Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij e kanë masakruar Dritan Goxhaj. Ka qenë mercenar në UÇK, ka marrë lek, ka vajtur atje, ka çuar 1-2 ushtarë të UÇK-s dhe është kthyer. Ndërkohë tani babai i tij ka qenë oficer dhe ka qenë pjesë e saj. Tani është bërë debat shumë i fortë. Cili është mendimi juaj? Mendimi im është nëse qeveria vazhdon apo përfaqësues qeverisë të sulmojnë njerëzit që janë në krye të protestës apo njerëz me kontribute si Dritan Goxhaj për kontribut kombëtar të shkojë te Kosova në ushtri 1 ditë, 10 ditë, 15 ditë, një betejë, është një nder i madh apo një përgjegjshmëri patriotike, idealiste, socialiste shqiptare. Atëherë të merresh me atë do të thotë s'ke më argumenta. Do të thotë që ke vajtur ke deri xhamish, s'ke bërë atë gjën që të ka vdekja, të fillosh të sulmosh të gjithë ata. Nuk janë argumenta këto, e dyta. Në fakt në Kosovë ka një problem, jo me Dritanin vetëm. Po me kë? Me numrin e veteranëve dhe ushtarëve të UÇK-s. Atje është ngritur një institut që verifikon komision kush kanë qenë, kush nuk kanë qenë, sepse nga 12 deri në 15.000, jashtë 17.000 ka qenë UÇK-ja. Figuron sot 47.000 më vonë. Janë 60.000 kërkesa për pension veteranës luftës, po s'keni qenë më 12 keni qenë. Dhe aty ndoshta shfrytëzohet sepse në një hapësirë që ka vëlën vetë qeveria e Kosovës për të përgojuar, për të sulmuar edhe persona si Dritan Goxhaj. Po mua nuk më ka rëndësi fare çka ka bërë ai me UÇK-n. Ai e ka emrin te UÇK-ja. Nuk ja ai dot njeri. Jo, Rama nxoroi dokument që ky ka marrë lek. Problemi ky është sulmi këta. Nuk kanë kauza dhe merren me jetën private të Dritan Goxhaj.